Kjo është atmosfera e shpalljes së vllaznisë U16 kampione e Shqipërisë në atletik. Aktivitet ky i zhvilluar pas ditën e djeshme në stadiumin Lero Boriçi të qytetit të Shkodrës me pjesëmarrjen e mbi 250 atletëve, pjesëtar të 11 ekipeve të vendit. Përpos emocioneve që përcollen disiplinat e konkurimit, ajo që ra në sy ishte pjesëmarrja masive e elementit të ri, gjë që u vlerësua edhe nga presidenti i Federatës Shqiptare të Atletikës, Izmir Smajlej. Kemi 1250 sportista, që është një augur i mirë shumë për Federatën Shqiptare të Atletikës. Mendoj që po ndërtojmë baza shumë forta, themele shumë forta. Federata Shqiptare të Atletikës do jetë në mbështetje gjithmonë e këtyre aktiviteteve. Do konkurrojnë këto me një tjetrin, sepse po në konkurrojnë me një tjetrin, s'kemi mundësi me konkurru në për rajon apo me gjerë. Shpresoj shumë që sot sportistët në dhurojnë rezultate sa më të bukura dhe të kënaqur me një tjetrin. Pa diskutim, ka shumë talente të reja, edhe ne shumë shpejt si federat do krijojmë dhe një buxhet shtesë për këto talente të reja që ta kenë dhe si motivim në të ardhmen. Vllaznia, klubi që me rezultatet e 20 viteve të fundit është absolut i atletikës shqiptare, ka fituar titullin kampion i radhës edhe për kategorinë U16, ku krahas të tjerave merita shkon edhe për kuartetin e trajnerëve të apasionuar dhe profesional. Figurën më të mirë sportive nga ekipi kuqeblu e bën Elois Heta për femra, mbesa e figurës së njohur sportive të atletikës shqiptare Vildan Tufi në garën e kërcimit së gjatë me rezultatin 5:02 metër. Andrea Nënshati në kërcim së larti me rezultatin 1.75 metër dhe Elsar Balaj në garën e vrapimit. Një figurë shumë të mirë sportive duke u shpallur kampion në disiplinat e tyre e përkatëse bën edhe atletët e tjerë shkodran, Isli Shurbani, Markus Pohja, ndërkohë që Enis Nikšići, Damian Pohja, Iven Lufi, Roan Ujka, Jon Dragoni, Elmaz Rakiqi, Rajan Tafa, Luart Balla u rënditën në vendet e dyta dhe të treta. Atletika shqiptare hap aktivitetet outdoor në Shkodër. Kjo është një diçka pozitive me kampionatin e moshave U16, ku pastaj do të pasohet edhe me kampionatin U18 dhe me kupën e mbledhjes figurave. Kështu që kjo është një diçka pozitive dhe e rëndësishme për qytetin e Shkodrës, për dashamirësit e sportit dhe atletikës, çka e tregon më së miri edhe organizimi i këtij aktiviteti këtu. Do thoshe që ka një pjesëmarrje të kënaqshme edhe rezultatet progresive nga vitin vit. Unë them që jemi në rrugë të mbar dhe duhet përgjigjoj gjithë trajnerët, kolegët e mi, Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jaje për punën e përkushtuar që bëjnë vazhdimisht me sportistët e tyre. Jemi 17 vite radhës i kampion me çdo grup mosh, patjetër që ky do të jetë edhe suksesi i radhës me moshat U16. Ne kemi një kontingjent të tillë që besojmë dhe shpresojmë shumë që do të marrim të trofe për këtë grup mosh.